mjeresht deputetët e opozitës vinë këtu me qëllimin e vetëm, që të blokojnë konstruimin e kuvendit me qëllim që të blokohet formimi i qeverisë Kurtit 3. Du t'ju rikujtoj që në proces është votimi i një komisioni ad hoc për administrimin e votës së fshet. Konform rregullorës së kuvendit, në 61.4 e kuvendit është propozuar votim i fshehur, i cili po ashtu është në linjë me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese 190/14 ku shprehimisht thuhet që deputetët e kuvendit përmes votës së hapur ose të fshehur, duke votuar për, duke abstenuar ose duke votuar kundër, por që nuk mund të ikën atij obligimi, duhet të zgjedhin, duhet të konstituojnë kuvendin. Dhe meqense po vinë këtu shpesh herë dhe po deklarohen para jush, a mund t'i pyesni se ne po vinë këtu, po votojmë. Këta ka 22 herë që vinë këtu edhe nuk votojnë fare. Çështja është pse po vinë ku nuk votojnë fare. Sepse është hera 22 që deputetët e opozitës i ikin obligimeve kushtetuese edhe në vetvete kjo paraqes shkelje të aktvendimit ose zakonit kushtetues të Republikës së Kosovës. Gjithashtu jemi hyrë në javën e 5, kur po ashtu nga opozita ka shku kërkesa në gjykatën kushtetuese për një kërkesë për aktgjykim të gjykatës kushtetuese në lidhje me votimin e fshet. Edhe jemi hyrë tash në javën e 5 dhe po presim këtë aktvendim. Ajo çfarë është e rëndësishme e them me përgjegjësi plot që qëllimi i blokadës është qëllim në vetvete. Mjeresht deputetët e opozitës vinë këtu me qëllimin e vetëm, që të blokojnë konstruimin e kuvendit me qëllim që të blokohet formimi i qeverisë Kurtit 3. Kështu nëse vështrojmë me kujdes zakonin kushtetues të Kosovës, gjitha prerogativat që e rregullojnë përfshirjet rregullore e kuvendit, seanca konstituive është e ndarë nga procesi i formimit të qeverisë, sepse i takon të gjithë deputetëve që të krijojnë, të konstituojnë kuvend, në shpërgjithësi të gjithë. Jemi tek pika kur po konstituohet kryesia e kuvendit, e përbërë nga 6 antarë, 2 nga ata propozohen nga partia më e madhe, që është një kryetari dhe nënkryetari, dhe 4 të tjerë ju takojnë të partive që nuk janë pjesë e lëvizjes dhe ndosje. Për këtë arsye, konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e gjitha forca politike. Nuk thot askund kushtetuta jonë që gjithë kryesia e kuvendit takon fituesin. Se po t'ishte ashtu do të përfundoj, po nuk është ashtu. Madje edhe sikur ne t'i fitojmë 90% të votave, kushtetuta e Kosovës është e ftoftë, do t'i kene vetëm 2 përfaqësues. Prapë të tjerët vinë nga partitë opozitare. Sepse kjo është rregullimi jonë kushtetues. Për atë arsye, duhet ta kuptoni drejt, edhe ju them me përgjegjësi plot të gjithë qytetarët të Kosovës. Nuk është çështja tek një kandidat i përveçëm. Çështja dhe thelbi i gjithë kësaj katrahure është përpjekja për ta bllokuar formimin e qeverisë Kurtit 3 dhe në vetvete për ta mohu vullnetin politik të manifestuar me orë shkurt. Është pa kënaqësi me rezultatin zgjedhor. Kjo është logjika e sjelljes së opozitës, edhe unë mendoj që rruga përpara është që ne ta lexojmë kushtetutën dhe të ecim përpara, siç ka ndodhur në vitin 2019, në vitin 2021 dhe tash. Domethënë kjo është rruga përpara. Nëse ata kanë ndonjë dyshim që ne nuk kemi numra, siç ata thonë, është mirë për ta. Nëse konstituohet kuvendi. E vërtetë është që ne kemi propozuar kandidat, sikur nuk do të propozonim kandidat, ne do ishim bllokues, apo jo. Kemi propozuar kandidat. E dyta, na është thënë që duhet të provojmë të jemi më kreativ. E kemi ftuar që të votojmë në paketë gjithë kryesia e kuvendit. E treta, kemi propozuar votim të fshehtë, siç parashë rregullorja e kuvendit, edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, dhe katërta ju kemi bërë thirrje, janë publike tashmë, për një marrëveshje politike. Çfarë do që ka qenë në domenin ton si partia fituese, ne kemi ndërmarrë. Pyetni ata se çfarë kanë ndërmarrë për ta konstituuar kuvendin, për pas votës vinë këtu në kuvend dhe nuk votojnë fare.